Ju përshëndes nga lajmet e mesditës, këtu në Top Channel, ju njoh me titujt kryesor, besimtarët katolik në gjithë vendin kremtojnë sot Pashkët, festën më të rëndësishme të kalendarit të tyre fetar. Qytetarë të shumë ndoqën meshën e shenjtë të ringjalljes së Krishtit në katedralen Shën Pali në kryeqytet. Kryeministri paralajmëroi masa të ashpra ndaj abuzimeve me çmimin e karburanteve pas uljes së akcizës. Në podcastin e përjavshëm ai deklaroi se të ardhurat buxhetore kanë shënuar nivel historik, ndërsa shumë shpejt do të ketë zhvillimet e reja për negociatat me Bashkimin Evropian. Një dënuar me 20 vite burg për rrëmbimin e Ridvan Lamajt është arrestuar në Spanjë. 40 vjeçari Adriano Gici ishte i shpallur në kërkim ndërkombëtar dhe pritet ekstradimi drejt Shqipërisë. Ai së bashku me një person tjetër u dënuan për rrëmbim personi dhe trafikim droge. Forcat amerikane kanë shpëtuar pilotin e dytë që ishte shpallur i zhdukur pasi Irani rrëzoi avionin luftarak me të cilin udhtonte. Lajmin e konfirmoi presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump, që cilësoi operacionin një nga më të mirët e dekadave të fundit. Besimtarët katolik në gjithë vendin kremtojnë sot Pashkët, festën më të rëndësishme të kalendarit të tyre fetar. Festimet e Pashkës nisën me meshën e madhe të së shtunës në mbrëmje që u mbajt në të gjithë kishat katolike dhe përfundon me drekën tradicionale të së dielës. Sot, shumë besimtarë kanë vizituar katedralen katolike në kryeqytet. Aty ndodhet gazetarja jon, Kristi Gongo. Kristi, të përshëndes dhe si fillim urojmë të gjithë besimtarët katolik gëzuar Pashkët dhe duke u rikthyer raportimit tënd, të lutem na trego se cilat ishin mesazhet e besimtarëve shqiptar në këto kohë të trazuara. Të përshëndes Doris, ty Top Channel, sigurisht dhe gjithë besimtarëve katolik ju uron gëzuar Pashkët. Kryefjalë e kësaj dite të rëndësishme të kalendarit liturgjik të Pashkës katolike mbetet sigurisht një paqe dhe qetësi në mbar botën për shkak të kohëve të trazuara prej luftës më e fundit, ajo në Iran me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Izraelit. Kjo ka qenë në fakt edhe në vëmendje të kësaj dite të rëndësishme fetare ku është kremtuar edhe ditën e sotme në katedralen Shën Pali. Kanë qenë të shumë besimtarët që janë drejtuar kishës për të ndezur qërin, për të thënë lutjet, po edhe për të bekuar ato ushqimet si një njihet, si një rit në fakt tradicionali kësaj dite të rëndësishme të kalendarit liturgjik të Pashkës katolike. Është një ditë që kremtohet ringjallja e Krishtit, ku kërkohet mbi të gjitha që të fitojë e mira mbi të keqen, drita mbi errësirën dhe sakrificat mbi vështirësitë. Kanë qenë të shumta mesazhet të besimtarëve, po edhe gjatë meshës së madhe të mbajtur mbrëmjen e djeshme pas mesnatës nga im zot Arjan Dodaj, ka pasur pikërisht këtë mesazh për të gjithë besimtarët dhe mbar botën, pavarësisht besimit që i përkasin, që të mbizotrojë paqja dhe dashuria ndaj Zotit, që të fitojë e mira dhe të largojmë të keqen në këto ditë të vështira që po mbizotrojnë në mbar botën. Janë të shumta në fakt edhe mesazhet të cilat vinë ditën e sotme pas 40 ditëve kreshëm që janë mbajtur nga besimtarët katolik. Është kjo ditë që kremtëzon të gjithë ritualin e tyre fetar dhe shtrohet ajo dreka e madhe ku është traditë edhe trokitja e vezëve dhe bërja e gëzuar me gotën e verës që simbolizon edhe gjakun e Krishtit. Në fakt, përveç katedrales Shën Pali, Doris, ne kemi një atmosferë shumë interesante në rrugët e kryeqytetit ku janë të shumta ato detajet e pashkëve katolike, janë banor të ndryshëm të cilët janë duke shitur vezë të ngjyrosura të pashkëve apo edhe biskota për të ëmbëlsuar këtë ditë të shenjtë dhe me urimin për një pashkë të gëzuar që të mos mbetet vetëm në këtë ditë, por në çdo ditë më tej, teksa presim edhe politikanë të ndryshëm që bëjnë ritualin e tyre të shprehjes së mesazheve në Pashkën katolike. Ne do të përcjellim me anë të këtyre mesazheve të qytetarëve disa fjalë të tyre mbi Pashkën katolike. Gjithë besimtarët, qoftë ortodoksa, qoftë
Misliman, i uroj kush të ketë besimin tek Zoti, i uroj je pashë të mbara dhe Zoti i bekoft kudo që janë. Gëzuar për shumë vjet të jetë më të pashë, të uroj gjithë popullit shqiptar. Gëzuar Pashkët të gjithë shqiptarët. Gëzuar Pashkët të gjithë shqiptarëve dhe besimtarëve katolik. Është një ditë për paqe, për dashuri me njëri tjetrin. Dhe urojmë që ditë të tilla të kemi për çdo ditë, jo vetëm një herë në vit. Gëzuar Pashkët të gjithë të krishterëve, paqe, harmoni dhe shpresojmë në këtë kohë luftrash që të vendoset një paqe në një rend të tërë botror. Qytetarë të shumë të ndoqën meshën e shenjtë të ringjalljes së Krishtit në katedralen Shëmpali në kryeqytet, ndërsa arqipeshkvi Arian Dodaj përcolli një mesazh për besimtarët duke thënë se duhet më shumë besim dhe solidaritet. Po të lutemi o Zot, shikoje kushtin e kishës sate dhe pranoje përflimet të cilën deshe të pajtoheshe me ne dhe bëj që ne të cilët po ushqejmë me korpin e me gjakun e birit tënd, të mbushur me shpirtin e shenjtë, të bëjmë në Krishtin një trup e një shpirt i vetëm. Na liro, po të lutemi o Zot, prej të gjithat këqijave dhe për mirësinë tënde na jep paqe në ditët tona, e në saj të mëshirës sate do lirojmë përgjithmonë prej mëkatit. Do jemi të sigurt për çdo turbullimi, duke pritur shpresën e lume ardhen e shpëtimtarit ton, Jezu Krishtit. Papa Leoni XIV drejtoi për herë të parë meshën e Pashkëve në Bazilikën e Shën Pjetrit në Vatikan. Mesazhi para mira besimtarëve ishte për ndaljen e luftrave. Besimtarët katolik në mbar botën kremtuan Pashkët. Papa Leoni XIV drejtoi për herë të parë meshën në Bazilikën e Shën Pjetrit në Vatikan, në shtëpinë e katolicizmit. Mesazhi kryesor i Papës Amerikan ishte për luftrat që po zhvillohen në botë. Le të mos penalizohemi nga luftrat dhe padrejtësitë, tha ai përpara besimtarëve, duke shtuar se misteri i shenjtë i kësaj nate largon urrëtitjen, përkul ashpërsinë e të fuqishmëve, nxit harmoninë dhe paqen. Per gloriam Christi et salvis nos Domine. Mesha filloi me bekimin e zjarrit dhe përgatitjen e qiriut të Pashkëve, mbi të cilin Papa gdhendi një alfa dhe omega, shkronjat e para dhe të fundit të alfabetit grek dhe numrat e vitit aktual. Pas ndezjes së qiriut, rituali drejt altarit u pasua nga liturgjia e fjalës, 7 lexime dhe 7 psalme para glorias se cila do të shënoj Pashkët. Prandaj festimi rifilloi sipas ritit normal. Ndërsa në Izrael, patriarku i Jeruzalemit, kardinali Pier Battista Pizzaballa, mori pjesë në meshën e Pashkëve në Bazilikën e Varrit të Shenjtë në qytetin e Vjetër. Patriarku tha se festimet e Pashkës në vendin më të shenjtë të Krishtërimit zhvillohen me dyert të mbyllura, disa ditë pasi policia izraelite bllokoi ato të hynte në Varrin e Shenjtë, duke përmendur çështjet e sigurisë për shkak të luftës me Iranin. Ky është Top Channel. Kryeministri paralemëroi masa të ashpra ndaj abuzimeve me çmimin e karburanteve pas uljes së akcizës. Në podcastin e përjavshëm ai deklaroi se të ardhurat buxhetore kanë shënuar nivel historik, ndërsa shumë shpejt do të ketë zhvillime të reja për negociatat me Bashkimin Evropian. Kryeministri Edi Rama nga editoriali i përjavshëm i podcastit Flasim shpjegoi se pse qeveria u përfshi në uljen e akcizës për hidrokarburat. Ulja e akcizës me 20% është një masë që hyn në fuqi me njëherë kur çmimi i naftës kalon 220 lek për litër dhe ai benzinës 200 lek për litër. Këto pragje janë paracaktuar për të garantuar një ndërhyrje të drejtë dhe të balancuar në raport me zhvillimet e tregut, të cilat janë zhvillime që ne nuk i kemi në dorë, nuk jemi shkaktar të tyre dhe nuk kemi as fuqinë që t'i ndalojmë, përveç se kemi detyrimin që t'i trajtojmë në funksion të amortizimit të goditjes së menjëhershme mbi konsumatorët, pa cënuar nga ana tjetër stabilitetin e financave publike në një kohë kur pasiguria në tregu ndërkombëtar mbetet e lartë dhe po aq edhe dinamike. Masat për të gjithë ata që do të shkelin çmimin e përcaktuar nga Bordi i Transparencës në bazë të tregjeve do të jenë drastike, theksoi kryeministri Edi Rama,
i cili duke folur më pas për atë që e quan procesi më i rëndësishëm historik i antarësimit në Bashkimin Evropian, bëri këtë koment. Me negociatat që vazhdojnë dhe në ndërkohë që gjithë sa thash, kur vjen puna dhe negociatat, lidhet me gënjeshtërën e madhe se ato janë bllokuar, ato janë ndaluar, ato janë penguar për arsyet e mos arsyes të gjithë atyre që synojnë ta pengojnë Shqipërinë për në fakt të luftuar qeverin, e vërteta e thjesht është se kjo punë e madhe e Shqipërisë vazhdon për ditë e për ditë e për ditë, dhe së shpejti përsëri, siç kemi pasur në procesin e hapjes kapitujve, do të kemi lajme shumë të mira për të gjithë. Ndërsa arritjen e të ardhurave buxhetore i vlerësoi si të arritura në një nivel absolutisht historik. Nëse je pranë një vendi ngjarjeje, nëse je pranë një aksidenti, nëse sheh abuzim pushteti ose personi që shkel ligjin, ti raporto në Top Channel. Mund të dërgoni imazhe me pamje filmike në Viber dhe WhatsApp në numrin e newsroomit ton 069 31 31 311. Ti raporton. Lajmi tani je ti. Një dënuar me 20 vite burg për rrëmbimin e Ridvan Lamajt është arrestuar në Spanjë. 40 vjeçari Adriano Gici ishte i shpallur në kërkim ndërkombëtar dhe pritet ekstradimi drejt Shqipërisë. Ai së bashku me një person tjetër u dënuan për rrëmbim personi dhe trafikim droge. Adriano Gici, 40 vjeç, i dënuar me 20 vite burg për rrëmbimin dhe zhdukjen e Ridvan Lamajt, është arrestuar në Spanjë. Gici ishte i shpallur në kërkim ndërkombëtar, ndërsa tashmë pritet ekstradimi i tij drejt Shqipërisë. Policia njofton se kapja e tij u realizua në bashkëpunim me partnerët ndërkombëtar për shkëmbimin e informacionit mbi vendodhjen e personave të shpallur në kërkim. Gici u dënua për kryerjen e veprave penale, rrëmbimi i personit dhe trafikimi i lëndëve narkotike, të kryera në bashkëpunim. Sipas vendimit të gjykatës së krimeve të rënda, i marrë në vitin 2017, ai dhe një bashkëpunëtor u dënuan me 39 vite burg për rrëmbimin dhe mbajtjen peng të Lamajt, për të cilën që nga viti 2015 nuk dihet asgjë për fatin e tij. I akuzuari tjetër, Viktor Islami, u dënua me 19 vite burg, ndërsa Gici 20 vite. Ridvan Lamaj, babai i 2 fëmijëve, u rrëmbye më 15 qershor 2015 në qytetin e Sarandës. Prokuroria dyshon se rrëmbimi lidhej me konflikte në trafikun e drogës, pasi të dy të akuzuarit ishin të skeduar në këtë fushë. Sipas hetimeve, dyshimet përfshinin Lamajn si korrier droge dhe pas zhdukjes së një dërgese me hashash, rrëmbyesit kanë dyshuar tek ai. Ekstradimi i Gicit drejt Shqipërisë pritet të bëhet së shpejti për të vuajtur dënimin edhe nga drejtësia shqiptare. Në Elbasan, qytetarët ankohen se çmimet e shportës janë rritur ndjeshëm krahasuar me një vit më parë, ndërsa pensionistët thonë se kufizohen vetëm me gjërat bazike, duke hequr dorë nga shumë të tjera. Pas valës së rritjes së çmimeve të shportës për festat e fundvitit, një tjetër rritje e papritur dhe më e madhe në pranverë. Atëherë kur mendohej se çmimet do të normalizohen pasi nisin prodhimet e serave, ndodhi krejt e kundërta. Çmimet janë grejt. Keqin, janë shumë të shtrejta deri tani. Super të larta. Ka shumë familjet që janë të persekutuar nga çmimet. Kene 5.000 lekë pension, në këtë lefën për ilaqe, jo për ta me pi. Qytetarët me të ardhura mesatare, sidomos pensionistët, po limitohen vetëm me ushqimet bazike, duke hequr dorë nga shumë të tjera që janë të papërballueshme. Tavolina e një familje mesatare tashmë është thjesht një tavolinë mbijetese. Në Gjirokastër është ulur ndjeshëm numri i baktive të imta, pasi blegtorët thonë se janë rritur kostot, por mungon edhe fuqia punëtore pasi të rinjt janë larguar. Numri i bagëtive të imta në zonën e Gjirokastrës ka psuar një rënje të ndjeshme vitet e fundit, duke reflektuar një fenomen më të gjerë që prek gjithë sektorin e blegtorisë në vend. Aty ku dikur kullotat ishin të mbushura me tufa të mëdha, me bagëtit të imta, sot mbeten vetëm pak blegtor, kryesisht të moshës së tretë, që vijojnë këtë traditë të trashëguar prej dekadash.
Në fushat e Valares, pamja është e trisht. Syri të kapë vetëm të moshuar që kujdesen për tufat e tyre. Mes tyre janë edhe Idajet Jaupi dhe Aslan Gërbi, dy blektor me përvojë të gjatë të cilët tregojnë se kjo punë nuk preferohet më nga të rinjt. Po edhe ne nuk e paguajmë ashtu si duhet. Nuk ka dhënë, nuk ka dhënë, ja vetëm ne një pjesë shumë pak, me shpenzim shumë të madh se janë rritur të tëra gjërat. Megjithatë, vështirësitë janë shtuar. Të dy rrëfejnë se janë detyruar të reduktojnë për gjysmën numrin e krerëve për shkak të mungesës së fuqisë punëtore, kostove në rritje dhe mungesës së interesit nga brezat e rinj. Edhe pse subvencionet nga shteti nuk kanë munguar, ato nuk kanë qenë të mjaftueshme për të frenuar këtë rënje. Sipas të dhënave të përgjithshme nga sektori bujqësor në jug të vendit, përfshirë qarkun i Gjirokastrës, numri i bagëtive të imta ka pësuar ulje graduale vit pas viti. Forcat amerikane kanë shpëtuar pilotin e dytë që ishte shpallur i zhdukur pasi Irani rrëzoi avionin luftarak me të cilin udhëtonte. Lajmin e konfirmoi presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump, që e cilësoi operacionin një nga më të mirët e dekadave të fundit. Ushtari amerikan i shpallur i zhdukur pas rrëzimit të avionit luftarak F-15 Strike Eagle në territorin iranian është shpëtuar nga forcat speciale amerikane, duke i dhënë fund një operacioni të tensionuar kërkim shpëtimi që zgjati disa orë. Lajmi u konfirmua nga presidenti Donald Trump përmes një postimi në Truth Social. E kapëm. Bashkëudhëtarët e mi amerikanë ja dolën. Gjatë orëve të fundit, ushtria e Shteteve të Bashkuara realizoi një nga operacionet më të guximshme të kërkim dhe shpëtimit në historinë e SBA-s, por një nga oficerët tanë më të jashtëzakonshëm të ekuipazhit, i cili është gjithashtu një kolonel shumë i respektuar, dhe për të cilin jam i emocionuar t'ju njoftoj se tani është shëndoshë e mirë. Operacioni nisi pas rrëzimit të avionit luftarak amerikan të premten, kur mjeti u godit mbi Iran. Njëri prej dy antarëve të ekuipazhit u nxorr menjëherë nga zona e rrezikut dhe po merr trajtim mjekësor, ndërsa për antarin tjetër u zhvillua një ndërhyrje e gjerë ushtarake në terren armiqësor. Sipas mediave amerikane, misioni përfshiu 10 mjete ajrore dhe njësi speciale, të cilat operuan në kushte të vështira dhe nën kërcënimin e forcave iraniane, që po kërkonin gjithashtu të lokalizonin pilotin e zhdukur. Me shpëtimin e tij, të dy antarët e ekuipazhit tashmë janë të sigurt. Slovakia ka munguar që Europa të heqë sanksionet ndaj Rusisë dhe të negociojë për të importuar sërish naftë dhe gaz. Kryeministri Robert Fico i bëri deklaratat pas një bisede telefonike që kishte pasur me kryeministrin hungarez Viktor Orban, gjithashtu i njohur për qëndrimet pro-ruse. Kryeministri i Slovakisë Robert Fico ka deklaruar se Bashkimi Evropian duhet të heqë sanksionet ndaj importeve të naftës dhe gazit rus, të ndërmarrhapa për ta rikthyer furnizimin përmes tubacionit Druzhba dhe të punojë për përfundimin e luftës në Ukrainë, me qëllim përballimin e krizës energjetike të shkaktuar nga lufta dhe tensionet në Iran. Fico bëri këtë deklarat pas bisedës telefonike me kryeministrin e Hungarisë Viktor Orban. Ai theksoi se BE-ja duhet të rifillojë dialogun me Rusinë dhe të krijojë kushte që vendet anëtare të sigurojnë furnizimet e munguara me gaz dhe naftë nga të gjitha burimet e mundshme, përfshirë edhe Rusinë. Hungaria dhe Slovakia konsiderohen si përjashtim brenda BE-s, pasi vazhdojnë të mbajnë marrëdhënie të afërta me Moskën, krahasuar me vendet e tjera anëtare. Hungaria më herët ka njoftuar se do të ndalojë dërgimin e gazit natyror drejt Ukrainës, duke ndërprerë një nga rrugët kryesore të furnizimit me energji për vendin e goditur nga lufta dhe duke thelluar përplasjen me Kievin dhe Budapestin për ndërprerjen e furnizimeve me naftë ruse. Ne do të ndalojmë gradualisht furnizimin me gaz natyror nga Hungaria drejt Ukrainës dhe do ta ruajmë gazin e mbetur në vend, ka thënë Orban. Çmimet e naftës janë rritur ndjeshëm që nga nisja e sulmeve të SBA-s dhe Izraelit ndaj Iranit më 28 shkurt, duke penguar dërgesat nga rajoni i Gjirit. Pas sulmeve ruse që shkaktuan 5 të vdekur në Ukrainë, presidenti Volodymyr Zelensky udhtoi drejt Turqisë, ku u takua me homologun Recep Tayyip Erdogan, ndërsa në fokus ishte siguria dhe bashkëpunimi mes dy vendeve. Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky udhtoi në Ankara për bisedime me presidentin turk Recep Tayyip Erdogan. Pas mbërritjes në Turqi, Zelensky deklaroi se janë duke punuar për të forcuar partneritetin me qëllim mbrojtjen e qytetarëve, avancimin e stabilitetit dhe garantimin e sigurisë në Europë
dhe lindjen e mesme, duke theksuar se përpjekjet e përbashkëta japin gjithmonë rezultatet më të mira. Vizita e tij është bërë pas sulmeve ruse të 2 ditëve më parë në Ukrainë, të cilat lanë të vrarë 5 persona dhe plagosën rreth 30 të tjerë. Sipas forcave ajrore të Ukrainës, Rusia lëshoi 286 dronë, prej të cilëve 260 u rrëzuan. Në qytetin Nikopol u vran 5 persona, ndërsa 19 të tjerë, përfshirë dhe një vajzë 14 vjeçar, u plagosën. Ndërkaq në Sami, pranë kufirit me Rusi, një tjetër goditje plagosi 11 persona, mes tyre një 15 vjeçar, duke shkaktuar dëme në zona banimi, shtëpi, makina dhe rrjete infrastrukturore. Në kryeqytetin Kiev, një sulm me dron shkaktoi zjarr në katrin e parë të një ndërtese 3 katëshe që shërbente si zyrë dhe depo, por nuk pati viktime. Në fundjavë, shprifti që u jep mësime jete banorëve të Mirditës, ndërsa gjatë ditëve të javës, ai merr leksione si student për inxhinieri agromjedisi. Kjo është historia e 57 vjeçarit At Fram Përlala nga Mirdita, që ndihmon besimtarët edhe se si të përdorin tokën e tyre. Nuk është asnjëherë vonë për të marrë dije. Ky është mendimi i At Fram Përlalës, 57 vjeç nga Mirdita. Në fundjavë, besimtarëve të Kishës Katolike në Kodërkuqe u jep mësime për jetën, kurse nga e hëna në të premte, meshtari është student i Universitetit Bujqësor të Tiranës, duke ndjekur leksionet në masterin shkencor për inxhinieri agromjedisi. Kam marrë për inxhinier minier. Në vitin 97 kam hyrë në Kuvend, në ambientet kishtare, edhe kam studiu pastaj 2 vjet filozofi, 3 teologji dhe 2 specializim. Tani jam masteri 2, inxhinieri agromjedisi, këtu në Fakultetin Bujqësor të Tiranës, edhe po mundom që të mësoj të jap kontributin tim sa dhe modest. Prej 30 vitesh punës si prifte e ka zhvilluar në zona të ndryshme rurale. Kontakti i përditshëm me fermerët dhe nevojat e komunitetit e nxiti At Franin të studioj tokën. Për shembull, po supozojmë shkoj me beku shtëpijet ose diçka të tillë, edhe unë i them që sipas mendimit tim mund të përmirësohet kullotja e baktive në këtë mënyrë, ose mbjellja e pemëve në këtë mënyrë, ose kjo tokë prodhon këtë gjë, që është e mirë për ju, për fëmijët tuaj, për nga pikpamja ekonomike. Gjysmë shekulli i jetë kanë kalitur priftit durimin për të përshtatur me të ren. Fillimi ishte pak i vështirë dhe në sensin e ambienteve nuk dija ku është klasa, kurse këta janë pak a shumë si bletët që njohin zgjuhën e vetë dhe me gjithçka. Tani çdo moment e ma shumë po ndjej veten në familje, natyrisht që me studentat e kalojmë në mënyrë më të mrekullueshme të mundshme. Ditën kur është student, veladoni i At Franit qëndron i varur në muret e kishës. Veshja e zakont i fal atij barazi. Zgjedhja sigurisht nuk është e lehtë, por ashtu sikur dëshiroj që gjithë të tjerë të respektojnë në maksimum lirinë time, edhe unë dëshiroj në mënyrë të tillë para zgjedhjes të respektoj lirinë e gjithkujt. Hynorja inxhinierën e minierave thërriti drejt dritës në moshën 25 vjeçare. Para këtyre viteve, diktatura i kishte mohuar atij besimin në Zot. Ishëm shumë i ri, edhe por 25 vjeç praktikisht. Për kohën sepse ishte i ri, them, sepse ishte diçka krejtë e ndryshme. Nëse do të më thoshin për një planet ose për diçka tjetër, nuk më duket diçka re. Kurse për ne, çështja e besimit ishte jashtëzakonisht e paperceptueshme. Dashuria për dijen premton se jeta akademike e At Franit nuk do të ndalet këtu. Louis Pasteur thoshte, pak shkencë të largon nga Zoti. Shkenca plot të ban përputhjen maksimale me Zotin. Topvizchannel.tv, faqja më e klikuar e internetit e shqiptarëve. Gjithçka që ndodh në vend, rajon dhe botë. Gjithçka nga aktualiteti, sporti dhe argëtimi. Me një dizajn të ri dhe shumë praktik, si në versionin desktop dhe atë mobile. Topvizchannel.tv, të parët për shqiptarët. Loj Dritash është libri i ri që prezantoi në Gjirokastër shkrimtari i njohur gjermano-austriak Daniel Kellman. Bora Minga, autorja e vëllimit poetik Ne të dy dhe dashuria, ishte në një moshë fare të re kur vendosi që mendimet e saj t'i kthente në vargje poezish, një sfidë sa personale për të, aq edhe intriguese për brezin e të rinjve të sotëm, që vështirë se tërhiqen nga libra dhe poezit si dikur. Shkruaj poezi në fakt e kam nisur në një moshë shumë të hershme, ndoshta mund të them nga mosha kur nisi adoleshenca,
Në atë periudhë kur nisa të shkruaja nuk kisha e lirshme për të folur, edhe gjeta poezinë si një mjet shumë të mirë për të shpjeguar gjitha gjërat që unë ndjeja, po nuk i thoja dot. Si një nga gjinit më të vjetra letrare, poezia është zëri i brendshëm që pasqyron shpirtin njerëzor dhe fuqinë e mendimit përmes peshës artistike të fjalës. Poezitë e Borës i kushtojnë sublimes, të zjarrtës, të ftohtës, të ndrojturës, të bukurës dhe të nevojshmes dashurisë. Pjesa më e rëndësishme e jetës është dashuria. Ne lindim nga dashuria, dashurojmë, vdesim duke dashuruar. Dashurojmë çdo gjë, dashurojmë jetën, familjen, njeriu, pasionet, dëshirat. Identiteti artistik në vargjet e Bora Mingës tregon se poezia mbetet një frymëzim unik dhe i pazëvendësueshëm në çdo kohë. Mirë, sa po ndoqëm kronikën që fliste për vëllimin poetik të Bora Mingës, e cila ka bërë poezitë e saj duke ndjekur rrugën e zemrës, ndërkohë do t'i rikthehemi edhe një herë Lloyd Dritash në që është publikuar në Gjirokastër. Në Gjirokastër, shkrimtari i mirënjohur gjermano-austriak Daniel Kehlmann zhvilloi takime letrare me lexues, miq të librit dhe letërsisë. Përgjatë bashkëbisedimeve me lexuesit, shkrimtari u shpreh se me Gjirokastrën është prezantuar nga librat e Kadares, ndërsa tha se qyteti i Gurt do të jetë subjekt në krijimtarinë e tij letrare. Përgjatë takimeve me lexuesit në shoqërinë e përkthyeses Ana Kove, ai prezantoi romanin e tij më të ri, Lloyd Dritash. Kjo vepër letrare kthen vëmendjen e lexuesit për jetën nën diktaturë. Ky qytet është shumë i bukur, është i mrekullueshëm, si qytet parallash, si qytet nga librat. Jam shumë i lumtur që librin tim po e prezantoj në Shqipëri. Është një histori e vërtetë e një regjizori që në kohën e nazizmit do udhëtonte në Hollywood, u arratis atje dhe për arsye familjare, u kthye sërish dhe bëri filma për nazistët. Kjo është një histori për lirinë dhe për mungesën e lirisë, për artin, diktaturën, dhe unë shpresoj shumë që atë lexuesi shqiptar me historinë e tij të gjejë veten. Kehlmann është autor i 10 veprave, ndërsa romani i tij më i njohur Matja e botës, i përkthyer në mbi 20 gjuhë të botës, është libri më i shitur në gjuhën gjermane. Ai është fitues i disa çmimeve prestigjioze ndërkombëtare për letërsinë. Krahas Gjirokastrës, shkrimtari Daniel Kehlmann është duke zhvilluar një turm bashkëbisedimesh me artëdashësit në disa qytete të vendit. Kemi rritur kështu në fund të lajmeve të mesditës, bashkë do të jemi sërish në orën 15, deri atëherë, mirupafshim.